Përmend që jeni martu në periudhën para lufte. Pak para lufte. Po, e qysh e ke përjetuat? Ndoshta burri ka shku në luftë. Qysh e ke përjetuat edhe në familje? Po, nuk u kanë shumë lehtë, se nuk ka 7 zonë 3 muajshe. Mandej s'kena ditë as gjallë, as burri, as vjerë, s'di shumë ma ka vdek, ka kanë vrarë qa bo. Tek mas një muaj e kena ditë që janë gjallë. Po qa me ba, dosh mu pajtu me ata qysh u kanë ku e luftës. Për fatë mirë që po, elhamdulillah, po. Kena shpëtu mirë dhe e kemi marrë vetën. Po që shanë të djelat në këtë fshat? A ka gjallëri? Ka gjallëri. Nuk është ashtu edhe shumë fshat i braktisur, jenë dalë, po apet nuk është i braktisur, sidomos dimnit, verës, vingërve të qartë, nuk është ashtu i braktisur në tërsi që është tjera fshatra. Ka gjallëri. Edhe kështu ka shkolla që mujnë edhe fëmijët me... S'është larga, po? Jo, nuk është larga, atje kemi shkollën, xhamin, është bullanta mjekësisë familjare, ama ka dhe që e ndalë, po nuk është ashtu i braktisur. Ande jenim për shembull për festa, për bajram, kemi musafir, shkojmë, vinë për cilëm. Qësh është raporti me banorët e këtij fshati, me njëri tjetrin? Shumë është raporti mirë, ka respekt, dy anshëm, shumë është fshati mirë. Edhe nuk ka kështu probleme, fjale që shbojnë shumë fshatra e një ju. Më një lënë shlirë, dyrë të hapër edhe më nëshmë shku kërdush, kërkush s'prej kësen, heq. E po, me dhe na vizitun këto edhe troketëm në përdyrë edhe na mirë pretën, sikur se edhe jo. Sa është, ndërsa kjo puna me bagëtia, është e lodhshme, apo është ndërsa knatësi për juve? Për dikon është shumë e lodhshme, po nuk kur e dënë edhe e din, e përjetën me zemre nuk është qatë që e lodhshme. A keni pasur gjithmonë bagëti? Po, gjithmonë nësi vojzë dhe kum livru tukën, krejt traktorit, krejt e kum bo. Nuk e kam problem për vejta, asot nuk e kam problem. Po çfarë mendimi keni që tash vajza, ndoshta s'po kanë dëshirë me këto punë, me umerë, me toka, me bagëti, me bujqësi? Po tash koha ka ndryshu, të rritë ka ndryshu, jenë shkollune, për vejta kam vojzën të gjerët të sëkës. është e vetë një vajzë në gjmendin vështërisë, region vështërisë. Djallën e nga mushtar, po koha ka ndryshu 3 jatë, që kjo është 18 vjeçare, është fakultet. Përshëndetje. Po, nuk e dujnë ashtë të tukën punën, po dhëmija mi bërgjësi e punojnë. A po shkona pule me pra? Po, hajde. Edhe tek vajza. Edhe bisedojmë pak. Po, këto traditat, ndoshta musafirve, apo vinë ende? Po. Tek ne, po. Dikun një nravlu, dikush po pritën, dikush se di atë ku ne ju. Ende nuk kanë ndryshu me atë sa ka mundësi, mirë presë janë gjithmonë të mirë se ardhën. Po kështu dasmat apo bëhen ende në fshatin e juj, si ma herë ndoshta, keni bë dasëm ju? Po, jo, ne jo, të pashë ma në luftë, jo si me një kërë, në ditë grave, në një formë ka morë vore, po pravek me atësi, me një formë e nuk ka rrëhet, bëhen dasmat, po jo dhe qatë shumë po bëhen restorante. Çfarë mendimi keni jo? Se e pasin edhe o borën e mirë edhe i pam që në për